Edhe prindin, po tregoj për biografinë e prindit tim që shokan prindi. Prindin e kom pas një njeri që ka pa marrë aktivitete në shumë lloje për çlirimin e sot që e kem në shtetin tonë. Ndër to është e ka pas Shok Tahir Mehen, ndër një njeri që sot është në histori, edhe është një rrjedh që edhe Adem Jashari ka shku në bazën e tina dhe jem sot ku jem. Ndër ata baba jem e ka pas shok shumë të ngushtë, që din shumë njerëz këtij rrethit që kanë një shok shumë i ngushtë me ta. Tahir Meha, kur u plagos në Skënderaj, si u plagos qatë ditë, Tahirin e kam pru artë të baba jem në fshatin drejt të shtëpia jonë, në ora 12 natës. E kam pru me një kërkali që me dim na, një farë i merë arifi, në kujtot këjamen, edhe u dalë baba jem ku e ka pa kjerën e kalit, 12 natës ka thonë, hajde halikov që ka gaset. A për na pranon si mësafer. Edhe ka që kryt Tahir Meha në atë ku, edhe ka thonë, oj, merë bevisha të tonë jam që kam plagos. Hajde mërë të tini mrena. Edhe ka marrë. Tash, në qatë periudhë, ata janë këthy, i merë të tash është në dorë tane, e ti bën zgjidhje me ta, që e kam pronë. Nuk o konë, ai me kërkali, o konë 2 vjet tjerë, po së më kujtohen ata, kush janë, nuk e di. Edhe, baba atë natë e ka mojt denë me nxes aty. Me nxes, ka qysh, edhe ka marrë një iniciativë, ka thonë Tahir do të me të ty në Shalnavis, një farë shtëpi o kone një shkallë, për s'ka jetu kërkush aty. Një farë pjesë e malit është, që aty e ka qu. Edhe tash për mjek. Për mjek. Mjekin tash ka me bo për mjek ku me qu, sa i plagosin i shkon shumë rënë, edhe Tahir thët, që ka me bo? Sa ti merë të njëm dorët tanë dhe të zotit. Musha më qu një herë në kam. Edhe baba jem thëj ke kom menu në atë menim, jem kom kur vetën ma mos se kom ditë, se kur në atë moment, se për shamë njeri i plagosën, kënena më ba, më zbulu që unë jam, shkojsha me familje, a ishin në kërkim të shtetit, a i shtet për dje qëfar o kanë atëherë, edhe e merë iniciativë shkon të një mjek, edhe a i mjeki nuk i tregon për shkaktet, e kam nanën smut. Edhe thët po, vjen ai mjek edhe ku eshe nonën gjyshën tonë, eshe për jashtë. Thët ti merë, thët ti nona, thët ti paske mirë, thët hajde hinë mrena, thët unë kam një bised me ty. Thët ha falë për bisede, qërë thët ti je edhe unë e vetjem, unë kam një rast tjetër. Qëfar rast i ki, thët e kam një rast të shumë të ranë. Mëse ki për Tahir Mehen, filli ka thoni. Thët po. Thët ku unë s'kam thët i lashe, sa ajo është i plagosën. Thët, hajde shkojmë e këshqyrë. E shkojnë e këshqyrë, i plagosën, gjak dherë dhe jasanë, ato. Po të kalëzoj qysh. Edhe shkojnë aty ku e shojnë, jebë një nikëcija i, veç për dhimë që i ka qilu që e ka marë për gjyshën tonë. Edhe i thët, unë e vetët, unë e bana kishe po vej për nëzon pershi, se është një falumi afer aty, edhe të nëzon pershi, edhe më mpa dikush kështë jem të nëzon pershi. Edhe shkon, baba jetë me Tahirin. Thët, djepon Tahiri i merë, shkatët. Thët, Tahir thët, edhe nartë kushtet, unë jem me ty që të pëdesim të dytët, s'kem shkam i basë s'dita që të rrug dali. Së bata një ore gjys erdha, i tap, ja lidhi, ja pastrej vartë e kretë atu, 12 ditë, a i ka thonë doktori, ka thonë qëre, këtë bëhat 10 ditë të Tahir ki mu qunë kam tua. Ki mu qunë. Ka njësë mu të infektu vara, se i ka rati i këgja një periud, edhe nejse mirë balë, shkojnë 12 ditë ka nejtë aty, i kanë mjepat farë terapia të shka duhet, u qunë kanë Tahiri, e ka që baba drejtë në ben atje. Kjo është periuda prindit. Atër, na, si familje që të regunë dhe këta vlazit, na kena qenë një familje shumë e shtypne pe i pushtetit sërbë. Të shku nga familja stërgjyshit, gjyshit, babs, e kështu me rallë, na kanë shumë njerëz jo të mirë për shtetin e atëhershëm. Atëherë aja neve në ka shti deshte me zdeshte me shku një rrugët prindve, babgjyshit e stërgjyshve me shku se nuk jena pajtu, se pajtimi jo nuk kanë sot që shjena. Atëherë edhe vllave pat një procedurë, një periudhë shumë të keqe në atë kohë, edhe unë si i ri
unë nuk jam pajtu me këtë sistem të shtetit serb, të ndëgju babën, për veti, për babgjyshin, për stërgjyshin, të ndëgju si edhe të pa një histori që çka na kanë bën neve shteti serb atëherë, edhe unë jam kanë Kroaci, edhe unë jam kanë atë kohë në Kroaci, ka marrë iniciativë, jam marrë në luftë në Kosovë.